Unë të ndalim të prindrit. Bërjan, sa bashkëpunues janë prindrit me fëmijët e tyre, e din ato problemin e tyre. Nëse unë jam një prind dhe fëmija im ka një problem në rrjetet sociale, në mjedisin social, si ta kuptoj unë, sepse këta adoleshentët sot as nuk flasin. Prindrit janë bashkëpunues, por zakonisht ata nuk e dinë se çfarë po ndodh me fëmijën. Fëmijët përgjithsisht kanë prirjen për të zgjidhur vetë problemet e tyre. Nga njëra anë. Nga ana tjetër, fëmijët e njohin më mirë teknologjinë se sa prindërit. Pra, prindërit edhe nëse duan ndonjëherë të ndihmojnë fëmijën, nuk e dinë si, po them në aspektin teknologjik. Pastaj, për sa i përket se si ta njohin fëmijën e tyre kur ka një ndryshim sjelljeje, kjo vjet re dhe duhen kuptuar kontekstet psikologjike apo ndryshimet e sjelljes në familje, me të gjitha, por edhe në mjedisin social, si ndryshon fëmija vet. Për ta marrë një shembull. Një fëmijë i cili mund të rri gjithë kohës online, në lojra të caktuara apo në rrjetet sociale. Së pari duhet të kuptuar koha dhe intensiteti kohës që shpenzon në këtë mjedis online. Nuk është e shëndetshme. Gjithsesi, në çfarë kuptimi ta marrim, mjedisi online nuk është fort i shëndetshëm për të shpenzuar orë të tëra, sidomos duke ardhur nga fëmijët dhe nga adoleshentët. Fëmijët dhe adoleshentët duhet të kenë një mjedis më të gjerë social, duhet të jenë më të dedikuar ndaj librave, ndaj mësimeve dhe ndaj çdo gjëje që krijon atyre mundësinë për të hapur mendjen. Sport, bëni sport, s'ka problem, se librat e dim që çdo gjë është përkthyer në një kënaqësi që gjendet në mjedisin online. Teksa navigohet online, fëmijët mund të eksplorojnë me pyetje të hapura që prindi ja bën. Me kë është, me kë po luan. Ne e dim që lojrat të caktuara tani janë bërë një problem shumë i madh për shantazhet dhe kërcënimet ndaj fëmijëve, sepse duket sikur kërcënohen lehtësisht nga persona të cilët shfaqen ndryshe pas telefonit, por janë totalisht ndryshe. Lojra bërjan na informo pak. Mund të marrë shembull Robloxin, apo lojra në të cilët fëmijët komunikojnë online me fëmijë nga shtete nga më të ndryshmet. Mirë po, në disa raste, neve na ka ndodhur që ata persona të cilët janë shfaqur si fëmijë, po e marr shembull, një fëmijë 14 vjeç në X klasë, në X shtet, nuk ka qenë fare 14 vjeç apo nga ai shtet, por mund të ketë qenë mbi 30 vjeç nga një shtet tjetër. Ata më vonë, pasi marrin dhe kamuflojnë fëmijën, e manipulojnë, krijojnë qasje më të ngrohta, më miqësore për të marrë jo vetëm informacione, por edhe për të afruar dhe për të poseduar disa materiale të fëmijës, qoftë këto edhe shumë personale dhe intime, fillon në momenti dytë. I kërcënimit ndaj materialeve që ata posedojnë tani. Fëmija në këtë moment do të ketë një ndjesi frike, një ndjesi ankthi, një ndjesi çfarë do ndodh sepse ai po më shantazhon dhe do thotë që këto materiale unë do t'i hedh online dhe ty do të shikojnë të gjithë, do të shikojnë familja, mjedisi sociale, të gjithë e dim se çfarë krijohet në mendjen edhe në ndjesitë emocionale të një fëmije, të një të rritur, jo vetëm fëmije në këtë rast, teksa marrin këto lloj kërcënimesh. Çfarë mund të ndodhi? Zakonisht tek meshkujt është kërkuar një shumë e caktuar monetare. Po. Më jep X para, transferoj në X bank dhe unë nuk do të çoj atë mesazh, atë foto, atë informacione. Mirë po, pyetja është, ku do të gjej fëmia këto para? Se nuk janë para pak. Po. Aty do të mundohet të bëj diçka. Prindit zakonisht nuk ja thon. Po para do t'i gjej diku. Kështu që krijohen edhe ato ndryshimet e sjelljes së fëmijës. Po mund të ndodhi dhe neve na ka ndodhur raste konkrete që kanë vjedhur prindërit e vet. Apo janë detyruar që të bëjnë një punë e cila nuk është detyrimisht një punë e lishme për të fituar ato vlera monetare. Por ka pasur edhe një element tjetër, që nëse dërgohet një herë para, ata persona kërkojnë sërish dhe këtu vjen një cikël. Një cikël i cili nuk ndal. Deri në momentin që fëmia ose heq dorë,
dhe tregon. Dhe këtu mund të flas me prindin, mund të flas me psikologun, mund të shkoj të bëj denoncimin, ose vazhdon edhe bie prej kësaj gracke. Kështu që dinamikat janë nga më delikatet. Për të kthyer pikërisht te prindi e njeh fëmijën e vet. Karakterin e tij, deri ku i ka limitet, deri ku është ndryshimi i sjelljes. E pikërisht në këtë aspekt duhet vendosur limitet në le të themi në mjedisin online, sa kohë duhet të qëndroj. Së dyti bashkëbisedimi i hapur, komunikimi i hapur me ta. Duket sikur është pak e vështirë, po në të vërtetë nuk është aq e vështirë sa duket. Komunikimi është çelësi, ti e the shumë mirë, po duhet vënë re edhe ndryshimet e qasjes që ka ndaj prindit edhe fëmia. Pra, aty ku thotë që unë e di, ti nuk e di, unë e di më mirë, nuk e di më mirë. Ndonjëherë kanë nevojën edhe që të mos i shqetësojnë prindit me problemet e tyre, sepse mendojnë që janë mjaftueshëm të rritur për t'i zgjidhur vetë, ndërkohë që asnjë gjë nuk zgjidhet vetë, përkundrazi. Prandaj prindi është ai që mbron më shumë fëmijën në çfarëdo lloj forme e mënyre. Dhe janë këto element që neve na bëjnë të diktojmë se diçka po ndodh me fëmijën tonë.